Putha dhëndrin në sy të vajzës sime. Në ditën e dasmës së saj, askush nuk e vuri re fillimisht se diçka nuk shkonte. Muzika po rrite but në sallë. Dritat ishin të ngrohta. Lulet e bardha zbukuronin çdo cep dhe fytyra e vajzës sime shkëlqente nga lumturia. Ajo ishte vajza ime, rritur para syve të mi, nga një fëmijë që më kapte dorën fort, në një grua që po ecte drejt altarit. Por unë po dridhesha nga brenda, e shikoja dhëndrin, dhe zemra më rrite ndryshe. Jo nga gëzimi, jo nga emocionet e zakonshme të një prindi, por nga një sekret që më kishte mbajtur zgjuar për muaj të tërë. Një sekret që sot, në këtë ditë të shenjtë, kërcënonte të shpërthente. Askush nuk e dinte. Askush përveç meje. Dhëndri që qëndronte përballë vajzës sime. Burri që ajo kishte zgjedhur për të kaluar jetën, kishte qenë dikur pjesë e jetës sime në një mënyrë që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë. E megjithatë, ja ku ishim. Një nën në rreshtin e parë ula në rreshtin e parë, duke mbajtur duart e bashkuara fort mbi prehë. Bashkëshorti im, babai i vajzës sime, ishte ulur pranë meje, i qetë, i buzëqeshur, krenar. Ai nuk dyshonte asgjë. Për të, kjo ishte dita perfekte. Vajza jon po martohej me një burr të sjellshëm, të edukuar, të respektuar nga të gjithë. Po për mua çdo hap që ata bënin drejt njëri tjetrit ishte si një goditje e lehtë, por e vazhdueshme në kraharor. Sytë e dhëndrit u ngritën për një çast dhe u kryqëzua me të mit. Vetëm për një sekond. Por mjaftoi. Në atë shikim kishte diçka që vetëm ne të dy e kuptonim. Një kujtim i heshtur, një e kaluar e varrosur keq, dhe një pyetje që më diqte mendjen. A do të dalë sot e vërteta? Si filloi gjithçka kishte nisur vite më parë, shumë përpara se vajza ime ta njihte atë si dashurinë e jetës së saj. Unë isha në një periudhë të vështirë. Martesa ime kishte hyrë në një rutinë të ftohtë. Nuk kishte më biseda të thella, nuk kishte më shikime që zgjatnin. Vetëm përgjegjësi, heshtje dhe ditë që kalonin njësoj. Ai erdhi në jetën tonë si një mik i familjes. I ri, i sjellshëm, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte. Një djalë që dinte të dëgjonte, që më shikonte në sy kur flisja, që më bënte të ndihesha e parë. Fillimisht ishte e pafajshme. Biseda të shkurtra, të qeshura, komplimente që unë i shtyja si të parëndësishme. I thosha vetes se isha vetëm një grua që kishte nevojë për vëmendje, asgjë më shumë. Por kufit filluan të migulloheshin. Sekreti që u betova ta mbaja ajo që ndodhi mes nesh nuk zgjati shumë. Ishte një moment dobësie, një gabim, një puthje që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Një puthje që mendova se do ta harroja. U betuam të dy se nuk do të flisnim më për të, se do ta fshihnim atë kapitull dhe do të vazhdonim jetën sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Dhe për një kohë funksionoi. Derisa vajza ime erdhi një ditë në shtëpi, me sy që i shkëlqenin dhe tha: "Mami, dua të prezantoj me dik." Kur e pash atë ditë më iku fryma, ai i dhëndri, i njëjti shikim, i njëjti zë, i njëjti sekret mes nesh, ditë dasme, zemra në kaostani, ndërsa ceremonia vazhdonte, duart e mia ishin të ftohta. Çdo fjalë e celebrantit më dukej e largët. Syt më shkonin herë te vajza ime, e mbushur me lumturi të pastër, herë te ai që qëndronte i qetë, por me nofullën e shtrënguar. E dija se pas ceremonisë do të vinte momenti i urimeve, i përqafimeve, i puthjeve formale në faqe. E dija se ai moment po vinte. Dhe thellë brenda vetes, një zë më pyeste pa pushim: a do të jem e fortë mjaftueshëm për ta përballuar? Momenti që ndryshoi gjithçka kur ceremonia mbaroi dhe njerëzit filluan të ngriheshin. Vajza ime erdhi drejt meje me fustanin që i rrëshiste lehtë pas. Më përqafoi fort: "Mami, jam kaq e lumtur," më tha, ja putha ballin, duke luftuar lotët. Pastaj ajo u kthye nga ai. "Hajde," i tha, "përshëndete mamin." Ai u afrua. Salloni gumëzhinte nga zërat, por për mua gjithçka u bë e heshtur. Ai qëndroi përballë meje. Për një çast të gjatë, askush nuk foli, dhe atëherë ndodhi. Unë u afrova dhe, në vend të puthjes së zakonshme në faqe, buzët e mia prekën lehtë sytë e tij. Një puthje e shkurtër e qetë, por e mjaftueshme për të ngrirë kohën. Vajza ime po na shikonte, dhe në sytë e saj pash diçka që më bëri zemrën të më ndalonte. Hutim. Heshtja që bërtiste më fort se muzika askush tjetër, nuk dukej se e vuri re me njëherë atë që ndodhi. Muzika u rit, njerëzit duartrokitën, dikush thiri urime, dhe çifti i ri u përfshi nga përqafime e buzëqeshje. Për të tjerët ishte thjesht një moment i vogël, një gjest i çuditshëm, ndoshta një gabim i pafajshëm nga një nënë emocionale. Por jo për ne të tre. Unë, ai dhe vajza ime e dinim se ajo puthje nuk ishte e zakonshme. Vajza ime qëndroi një hap pas, duke më parë në fytyrë. Buzëqeshja e saj u zbeh për një sekond, aq sa të tjerët nuk do ta vinin re, por unë po. E njihja shumë mirë. Ishte e njëjta shprehje që kishte kur ishte e vogël dhe ndjente se diçka nuk ishte në rregull, por nuk dinte ende si ta shprehte.
Mami? Tha ajo lehtë, me një ton që nuk ishte as pyetje, as qortim. Po, zemra ime? Ju përgjigja shpejt, ndoshta shumë shpejt. Dhëndri ndërkohë kishte ulur syt. Nuk tha asnjë fjalë. Një burr që sapo ishte martuar, dhe megjithatë dukej sikur mbante mbi supe një peshë shumë më të madhe se përgjegjësia e martesës. Gjithçka në rregull, vazhdoi vajza ime, e pash drejtë në sy. Ajo kërkonte të vërtetën, jo fjalë të bukura, jo justifikime. Të vërtetën, jam thjesht shumë emocionale, i thash. Je vajza ime e vetme. Ajo buzëqeshi sërish, por jo plotësisht. Kishte diçka që i kishte mbetur pezull në mendje. Dhe ajo ndjesi nuk do ta linte rehat. Tryeza e dasmës në tavolinën tonë. Familjarët flisnin me zë të lartë, qeshnin, kujtonin histori nga fëmijëria e saj. Babai i saj ngriti dolli, duke folur për dashurinë, besimin dhe fillimet e reja. Çdo fjalë e tij ishte si një thikë e vogël për mua, besimi, e vërteta, familja. Fjalë që dikur i kisha marrë si të mirëqena. Vajza ime rinte pranë bashkëshortit të saj, por her pas here syti shkonin nga unë. Jo me zemërim, me dyshim. Dhe dyshimi, e dia, ishte më i rrezikshëm se çdo shpërthim emocional. Ai më shmangte shikimin. E kuptoja që edhe ai po vuante. Sekreti që kishim mbajtur për kaq gjatë tani ishte ulur në mes të tryezës me ne, i padukshëm për të tjerët, por i rënd sigur. Kujtime që nuk vdesin ndërsa ata vallëzonin kërcimin e parë. Mendja me iku pas, në ato ditë që do të doja t'i fshija nga kujtesa, nuk ishte dashuri. Jo në kuptimin e plot të fjalës. Ishte vetmi. Ishte nevoja për t'u ndjerë e dëshiruar. Dhe ai ishte aty në momentin e gabuar, ose të rrezikshëm. Kisha menduar se koha do ta shëronte gjithçka, se vajza ime nuk do ta dinte kurrë, se jeta do të vazhdonte e qetë. Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për t'i kthyer gabimet tona në pasqyra. Pyetja që më ngriti gjakun pas vallëzimit, vajza ime u afrua përsëri. Tani nuk buzëqeshte më. Mami, tha, pse e puthet në sy? U ndjeva sikur gjithsalla u ndal. Edhe pse askush tjetër nuk po na dëgjonte, zëri i saj më jehonte në vesh. Çfarë? Bëra sikur nuk e kuptova. Nuk ishte puthje normale, tha ajo qetë, por me vendosmëri. Nuk e kam parë kur një gjë të tillë. Për një moment mendova të gënjeja. Një gënjeshtër e vogël. Një shpjegim i bukur, por vajza ime nuk ishte më fëmijë. Ajo meritonte më shumë. Ishte gabim, i thash. Nuk e mendova. Ajo më pa gjatë. Pastaj shikoi burrin e saj, që qëndronte pak më larg, duke biseduar me disa të ftuar, por duke dëgjuar çdo fjalë. Ju njiheni nga më parë? Pyeti ajo. Kjo ishte pyetja që kisha frikë prej vitesh. Më pushtoi një ndjenje fort faji. Çfarë do përgjigjeje që do të jepja, diçka do të thyhej. Po, i thash me zë të ulët. Shumë kohë më parë. Ajo nuk foli me një herë. Thjesht mori frymë thellë. Sa kohë më parë? Nuk munda t'i përgjigjesha. Dhe ajo e kuptoi. Kur dashuria përplaset me të vërtetën, duhet të flasim, tha ajo më në fund. Jo tani, por do të flasim. Në atë moment, kuptova se dasma nuk kishte mbaruar për mua. Ajo që po fillonte ishte diçka shumë e vështirë. Përballja me vajzën time si grua, jo më si fëmijë. E pash teksa largohej drejt bashkëshortit të saj. E kapte për dorë dhe i përshpëriste diçka në vesh. Ai u zbeh në fytyrë. Sytë e tij u ngritën dhe u kryqëzua me të mit edhe një herë. Në atë shikim nuk kishte më sekret, vetëm frikë nga ajo që do të vinte. Sekreti që rrezikon gjithçka dasma përfundoi. Por për mua, bota kishte ndëruar ka. Dritat e ngrohta të sallës ishin bërë të ftohta. Buzëqeshjet dhe duartrokitjet që më rrethonin nuk arrinin të mbulonin gjëmën që ndihej në zemrën time. Vajza ime ishte larguar për të bërë fotografi me të ftuarit, por unë ndjeva se nuk mund të shpëtoja nga ajo që po vinte. Përballja e pashmangshme. Dhëndri u kthye drejt meje pas disa minutash. Nuk kishte buzëqeshje, asgjë të zakonshme, vetëm sytë që më shikonin drejt për drejt. Atë sytë që një ditë më kishin thyer zemrën me një shikim të heshtur. Tani ishin të mbushur me një përzierje respekti, frike dhe pendese. Nuk duhet të kishte ndodhur, tha i butë, sikur po flet për diçka që mund ta shpëtonte vetëm një çast. E di, i thash me zë të ulët. Por ndodhi, dhe vajza ime e meriton të di gjithçka. Një heshtje e rënd ra mes nesh. Çdo fjalë më pashme duke e vogël për atë që po ndodhte tani. Nuk kishte më kthim. Përballja me të kaluarën pak më vonë, kur të gjithë të ftuarit ishin të zënë me biseda dhe fotografi, unë e fola vajzën time në një cep të qetë të sallës. Ajo më shikoi, fytyra e saj ende mbushur me habi dhe dyshim. Mami, tani duhet të më thuash gjithçka, tha ajo me zërin e vendosur.
Çfarë ndodhi mes jush? Se ai dukej sikur të njihte më shumë se sa duhet. Unë e mora frymën thellë. Një pjesë e imja donte të largohej, të shmangte gjithçka, por dashuria për të, e cila kishte mbetur e paprekur pavarësisht gjithçkaje, më detyroi të flisja. Kur ai ishte pjesë e jetës sime e fillova, duke ndjerë se zemra më rrihte si një goditje gjigande, diçka e gabuar ndodhi. Një moment i dobësisë, që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë, por nuk kishte dashuri, vetëm një gabim, një puthje që kurrë nuk e doja të ndodhte. Vajza ime më shikoi gjatë. Në sytë e saj kishte një kombinim zemërimi, zhgënjimi dhe një pyetje të heshtur. Pse nuk më the? Pyeti ajo, me zërin që po thyhej pak nga pak. Sepse desha të mbroja, thash. Desha të mos e prisha lumturinë tënde. Dhe mendova se koha do ta fshinte gjithçka. Reagimi i vajzës saj u largua pak, duke marrë frymë thellë. Pastaj u kthye dhe më shikoi. Sytë i saj u mbushën me lot, por nuk ishte një shikim që kërkonte zemërim. Ishte një shikim i një gruaje që po mësonte një të vërtet të rënd për nënën e saj. Mami, kjo është e rënd, tha ajo, por unë dua të besoj te lumturia ime. Dua të besoj te ai që kam zgjedhur. Dhe dua të besoj tek ti, sepse ti je nëna ime dhe të dua pa kushte. Unë ndjeva një lehtësim të papritur, por edhe frikë, sepse e dija që kjo nuk do të harrohej kurrë. Çfarë ndodhi do të mbetej një kujtim që do të ndikonte në çdo hap të ardhshëm të marrëdhënieve tona. Dhëndri u afrua nga pas vajzës sime, duke marrë duart e saj. Ai nuk tha asgjë, vetëm shikoi drejt meje dhe pastaj drejt saj. Dhe në atë moment, ndjeva një respekt të ri midis nesh. Një respekt që linte nga e vërteta, dhe jo nga fshehtësia. Unë gjithmonë do ta respektoj atë që ka ndodhur, tha ai me zë të ulët. Por gjithçka që dua tani është lumturia jote. Vajza ime buzëqeshi, me lot që i rridnin lehtë në faqe. Nuk kishte më zemërim. Nuk kishte më dyshim, vetëm dashuri dhe besim. Dhe për herë të parë që nga ajo puthje në sy, unë ndjeva një qetësi të vërtetë. Nuk ishte një qetësi që shëronte të kaluarën, por ishte një qetësi që shëronte momentin.